Në zonën e Kumes në qytetin pregdetar të Vlorës ka përfunduar prej disa kohësh një projekt për habilitimin e një hapësire të gjelbëruar, i cili synonte krijimin e një ambienti të këndshëm për pushim, por edhe për argëtimin e banorëve të lagjes. Edhe pse projekti është përmbyllur dhe hapësira e gjelbërt është transformuar dukshëm, banorët janë të pakënaqur pasi aty mungojnë stolat shlodhës. Lulishtja, që ndodhet si pjesë e lagjes 1 Maj, është pajisur me ndryshim të ri, këndlojrash për fëmijët, hapësira të gjelbërta dhe pemë të reja të mbjella. Ambienti tashmë është më i rregullt edhe estetikisht, por edhe i aksesueshëm për komunitetin. Megjithatë, sipas banorëve, pavarësisht këtij investimi, mungesa e stolave shlodhës e bën të pamundur shfrytëzimin e plotë të kësaj hapësire. Aktualisht, në të gjithë zonën e gjelbëruar janë vendosur vetëm 2 stola, të cilët nuk mjaftojnë për banorët që frekuentojnë çdo ditë këtë lulishte. Një pjesë e konsiderueshme e tyre janë të moshuar që dalin për të kaluar kohën e lirë apo për të shplodhur përgjatë ditës, por nuk kanë një vend se ku mund të ulen. Për këtë arsye, disa prej tyre janë detyruar të vendosin vetë karige si një zgjidhje e përkohshme për mungesën e stolave. Banorët konfirmojnë se projekti është ende i papërfunduar pa vendosjen e elementëve aty të stolave, pasi pavarësisht se hapësira është e sistemuar dhe e ndriçuar, ajo nuk mund të shërbejë plotësisht për qëllimin për të cilën u rehabilitua, krijimin e një vendi të qetë, të gjelbërt dhe shlodhës për banorët. Në këtë zonë jetojnë me 10 familje, ndërto shumë të moshuar dhe fëmijë që kanë lulishten si vendin e vetëm publik për të mbledhur dhe kaluar kohën. Për ta, stolat janë një nevojë e përditshme për pushim, por edhe për shlodhje. Banorët kanë një thirrje drejtuar institucioneve që të ndërhyjnë sa më shpejt për vendosjen e stolave të munguar dhe për të përmbyllur plotësisht projektin e rehabilitimit. Ky investim nuk duhet të mbetet as pak gjysmak, pasi hapësira është tashmë funksionale në çdo aspekt tjetër, përveçse në ofrimin e kushteve për pushim. Ndërkohë, banorët e zonës vazhdojnë të frekuentojnë çdo ditë lulishten, duke përdorur karige prej druri të sjella nga shtëpia, në mungesë të stolave të premtuar aty. Ata shpresojnë që kërkesa e tyre të merret parasysh dhe që hapësira e re e gjelbëruar të shndrohet në një vend shlodhës, por edhe rekreativ për të gjitha grupmoshat.